4 të rinë humbën jetën pasi u dogjën në këtë makinë që shpërtheu në flak, pasi u përplas me një betoniere në aksin fush krujvor, siç tregojnë këto pamje. Viktimat u identifikuan si Eneid dhe Erlid Laçi, 25 dhe 20 vjeç, vëllezër, i afërmi i tyre Andi Laçi, 22 vjeç, dhe Enriket Kurti, 24 vjeç. Shënimi i fundit që lanë në rrjetet sociale ishte se po ktheheshin nga Rinasi për në fshatin Borizan, ku banonin të gjithë, por në shtëpi fatkeqësisht nuk arritën që të mbërrin të gjallë, pasi u shkrumbuan bashkë me makinën që drejtohej nga 25 vjeçari Eneid Laçi. Në këtë pikë të rrugës, mjeti ku ata udhëtonin goditi nga pas këtë betoniere të parkuar buz rrugës dhe që disa orë pas ngjarjes mbeti aty e pa lëvizur si dëshmia e aksidentit. 4 të rinjt mbetën të bllokuar brenda mjetit, ndërsa përhapja e shpejtë e flakëve në makinë, që sipas raportimeve ishte me benzinë dhe gaz, u mori jetën në vend. Agjentët e patrullës së parë të policisë që mbërritën në vendngjarje nuk mundën të bënin asgjë për ta, ndërsa kur makina zjarfikse mbërriti, vetëm fiku flakët që vijonin. Për të nxjerrë trupat e pajet, u kërkua ndërhyrje me mjete prerëse. Aksidenti me bilans tragjik edhe një herë shkëmbana alarmi për sigurinë rrugore, u shënua pak para mesnatës pranë fshatit Fushpres. Policia konfirmoi se betonieria që kishte dalë nga një pikë betoni jo shumë larg vendit të aksidentit drejtohej nga 24 vjeçari Aleksandr Krashi. Ky i fundit pas aksidentit tragjik u largua nga vendngjarja, por disa orë më pas u lokalizua dhe shoqërua në polici për të marrë në pyetje për dinamikën e aksidentit. Bashkë me të, u arrestuan dhe 2 persona të tjerë, njëri prej të cilëve e ndihmoi të largohej. I arrestuari tjetër është menaxheri i firmës ku ishte punësuar 24 vjeçari Krashi, pasi rezulton se ky i fundit nuk ishte i pajisur me patentën e nevojshme për të drejtuar betonieren. Po ashtu, në kërkim për punësim të paligjshëm, është shpallur dhe administratori i firmës, ku ishte i punësuar Aleksandr Krashi. Dyshimet janë se makina ku udhëtonin të rinjt mund të ketë qenë me shpejtësi të lartë, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar nëse betonieria kishte sinjalizuar sipas rregullave daljen nga rruga dytësore në atë kryesore, çka mund të ketë ndikuar në përplasjen fatale. Ekspertët e policisë rrugore fiksuan prova dhe bën matje në vendin e ngjarjes për të arritur në përfundime për shkaqet e përplasjes që u mori jetën 4 të rinjve.